Hey guys, welcome to Red Line Talk Show. I'm here today with Ilyana, and our special guest is Dr. Pashko Tsamay, who is the Assistant Vice President of Department of Health and Safety for New York's Public Transportation System. MTA. MTA, yes. Which is a very big role. MTA Bridges and Tunnels, yes. It is. Welcome to the show. Welcome to the show. Glad to be here. It's a pleasure to be here with you guys. Dr. Tsamay, your journey started from Montenegro at the age of 20 when you decided to come to America. What made a 20-year-old decide to leave their home country, leave their family to come to a whole new place? Well, we'll speak in English, then we'll, I guess... Yeah, we can talk both. Don't worry. Commingle some with Albanian. But yes, well, thank you. It's a pleasure being here. I didn't even know this place existed, but I learn every day new things. As a 20-year-old, when you're 20 years old, you take chances that maybe later in life you say, well, what the hell was I thinking? But when you're 20, you don't, the risk perception and taking chances is different. And at 20, as I document in my book, there are many things that sort of, as they say, the straw that breaks the camel's back. Many things that accumulated over years, starting with early childhood and adulthood. It pushes one such as me with my twin sister to one day, just on a sunny day, depart and just take chances and come to first to Mexico illegally, crossing the border in a trunk of a car, hence the title of my book, Dreaming from the Trunk of an American Car. Coming over into U.S. and starting a new life, and not very easy, obviously, but it's emblematic of many people who have crossed that border legally or illegally, as in my case, in our case, and in pursuit of American dream, which I'm living it every day. I'm happy and lucky to be part of this experience. But at times throughout this journey, I've asked myself questions. And I document that in my book, whether leaving homeland was, in a way, not the right, it was never a wrong decision, but in a sense, was it a sin against or did I wrong my forefathers that or generations who lived in the same country, same place, same home, same kula for centuries. And one day and again, it's emblematic of many of our people who get up and leave, never to return again. For the most part, we become Americans. It's a fact. But trying to balance that life, meaning answering that question, trying to keep the legacy of the past alive and well, and preserving that, what we hold dear to our hearts, has been my main sort of objective in life, and that's what I try to document in my book. And what were some of the biggest challenges that you faced during your journey as an immigrant? Well, my challenges are not different from challenges many other generations have faced. Obviously, coming here and not speaking any English, for example, was a major challenge. I have spoken 5 words of English learned from some movies that I'd watched back home in Montenegro, where I come from originally. I'm an Albanian from Montenegro. Challenges are such that trying to adapt to the new home, new country, trying to find a job. In my case, I was lucky that I had my sister and my brother who had come here before me a few years earlier. And so they were my sort of beginning place. So I had a place where to live. But then what's interesting, I arrived in the country on a Sunday afternoon on September 22nd, 1985. On a Sunday afternoon, and I went to work on a Monday morning the next day at 6 a.m. Not even knowing where. What was your first job? Well, it was my first job for many years. I worked as a painter initially. Okay. I document that in a book. It was a very interesting sort of how events unfolded. But my brother-in-law was working for a painting company, some Albanian company in Michigan, in Detroit area, suburbs of Detroit, and they were working for GM and Ford, and so they could hide one of illegals to work with them. So my first job was painting. I had no clue what the hell was I doing, but it was a learning experience, and I held that job for a number of years until I started school and family and everything else. But you have to start from somewhere, and that's what America is. You start from wherever you can, but trying to make dreams come true. Going back to what you said, and actually that's interesting you said that about feeling guilty for leaving your homeland in a way. Now that you spend so much time
away from Sure. from the home country. Do you ever think about going back and then living there the remainder of your life? Or you're totally Nështë atë përgjigje këtë edhe shqip. shqip, po. Fuck the wife mix. Ka problem. Ajo pyetja është në vend sepse ne si shqiptarë që kemi ardhur në Amerikë e kuptojmë faktin edhe të vërtetën, realitetin se Amerika është një vend që shkrin gjithçka, melting pot. Po. Dhe ne nuk jemi ndryshe nga tjerët, sikurse janë italianë, gjermane, franceze, sa kombe tjera që vinë në Amerikë dhe bëhen amerikanë. Ky është fakti realiteti dhe juni. Megjithatë ne shqiptarët në lidh një fat tjetër sepse një fat ose jo dhe fat, sepse kemi shumë që vazhdojnë gjeneratat e reja të vinë dhe na mbajnë na freskojnë me ardhin e tyre, që ndoshta është e mirë. Jo nuk është gjë shumë e mirë. Jo, ajo është gjë që unë do ta ndoshta ta trajtojmë në këtë diskutim sepse kur kemi ikur ne kanë qenë situata pak ndryshe. Unë shkoj atje shpesh, jam ligjërues, disa kom ligjëruar në universitetet në Tiranë, në Prishtinë dhe me trit shpeshherë komunikojmë për këtë problemin e ikjes, largimit dhe mundësive që ofrohen në vendin tonë, në vendlindje. Në vitet të 80-ta ne si kemi patur mundësit veçanti nëse i është Shqipëria. Shqipëria mos flasin se ishte në komunizëm dhe mundësit ishin akoma edhe më të dobësuara, por duke parë ndryshimet që kanë ndodhur në vendlindje, në trojet shqiptare, kur e shikojmë situatën shqiptare në përgjithësi shumë më mirë sot se ka qenë ndonjëherë në kur në historinë tonë. Dhe për të përgjigjë ty në pyetje, unë më këtëm rapë, unë këthejmë në maj shkoj përsi, shkoj 3-4 në vit, shkaloj atje 1 javë, 2 javë, 3, jam i lidhur me vendlinjen, por më këthyr me jetuar atje, me fitua jetën atje, dhe më thonë që të shkoj në punë, që të kryoj një karierë, është e pa imaginueshme për mua, aq edhe ma pak e imaginueshme për fëmijët tanë, dhe aty është problemi, se dhe nëse ne kthehemi, a ktheheni ju, a kthehen fëmijët taj. Dhe kam dëshirë të kthehem. Po, në një vit... Jam lindur këtu gjenerata ditë, por kam dëshirë të... Po, e vërtet, unë kjo romantika është e veçantë për gjeneratë që vinë se dëshirojnë dhe shkojnë, unë shkoj me fëmijë shpeshherë dhe u pëlqen për 1 javë 2, por kur e kuptojnë se për të jetuar atje duhet edhe të punuar atje, duhet të jetosh me 400-500 euro në muaj për shembull, nëse është një punë dhe nëse shikojmë atë balancimin është pak më vështirë të unë nuk mund i them një fëmijë të mirë ktheu jeto atje, me fillon nga zeroja me një rrogë që është elementare, sepse jeta është ndryshe, por e kuptoj, po tani se mund të flasim pak të kjo pjesë. Po natyrisht, pak edhe shqip. Unë për veten time unë e shoh një rrezik shumë të madh që ka ndodhur në Shqipëri këto 30 vitet e fundit. Pothuajse 500.000 nga Shqipëria flas. Mos marrin trevat e shqiptarëve që kanë dalë jashtë Shqipërisë për 30 vjet. Që kjo është një shifër shumë alarmante. Që do të thotë që shumica e shqiptarëve janë jashtë Shqipërisë në moment, edhe nuk janë brenda. Tani fëmijët potenciali është më shumë jashtë. Potenciali, po them gjithë truri i Shqipërisë është jashtë. Këta që kanë ikur jashtë, po zë 30 vjet e fundit, se unë kam gati 30 vjet jashtë në emigrim, se unë kam lindur në Shqipëri. Domethënë fëmijët e mi ose 2 gjenerata të paktën që janë rritur jashtë Shqipërisë, nëse ne nuk i lidhim këto gjeneratat e reja me Shqipërinë, ke për të humbur komplet pothuajse një gjysmë e popullsisë. E vërtet. Dhe çfarë është tjetër alarmante është që ata që janë aty sot duan të ikin. Që do të thotë kush do ngelet në Shqipëri. Ja, kjo është dhe nëse ne e lëm pas dore këtë pjesë, i bie që komshi tan pastaj do marrin toka, do humbja identiteti shqiptar. E vërteta është se ky problem nuk është vetëm i shqiptarëve, është global. Ko mos më intereson. E vërtet. Por edhe prapë po them, unë si një njeri ose edhe ju që jeni larguar, e kemi përveç çka mund të bëjmë ne, e kemi shumë vështirë që ti predikojmë tjerëve si të bëjmë. Për shembull, dhe shpesh herë në diskutime kur isha në universitetin e Tiranë para 6 muajve pa të ligjërat dhe folëm me studentë kështu lirisht, dhe njëjta temë trajtohet. Dhe njëri më thotë, zotëri, ti e ke lehtë të më flasësh mo të ngelim këtu, pse ke i këti? Pse ke shkoti? Pse ke ja ke mësuar djalit tanë, familjes ademik? Më thonë është pak një double-edged sword, që thonë, edhe është shumë vështirë që të kesh një përgjigje që është e mirë, sido që të përgjigjesh është, por çka mbetet tek ne, është kjo, që ditë për ditë dhe përmes emisioneve tua, përmes ndryshimeve që ndodhin atje,
ndryshimet që potencialisht janë pozitive, që rinia jonë të mos ndodhin kjo brain drain, që është një problem global. Unë e shoh këtë edhe për masa globale, në shumë nga vendet e pazhvilluara, të gjithë rinia atyre që studiojnë, që vinë në Amerikë, mbesin këtu dhe nuk kthehen mbrapa. Kjo është problemi edhe me ne shqiptarëve. Por ne jemi një kombi vogël dhe nuk we can't afford, nuk mund ta kemi, aty është problemi. Dhe ne duhet të vazhdojmë që të punojmë në gjithë drejtime me mënyrën e sistemin shoqëror atje politik, ekonomike shoqëror në Kosovë, në Shqipëri, në gjitha trullën tonë, që të mundsohet të rive tanë, që ta shohin një të ardhme aty si një pjesë një gjaj që është Evropa, për shkak sepse aty mund ta shohin të ardhmen. Por nëse rinia jonë, ky është problemi esencial, nëse ata nuk shohin opportunity, nuk shohin të ardhmen, nuk e kryen për shembull një fakultet, është master dhe shkon e punon në profesion që s'ka të bëj asgjë me punën e vet, dhe akoma çka është më keq, merr një rrugë që është tepër elementare dhe kur e krahason se jemi edhe në një kohë që gjithçka është në media, është në social, në internet dhe i shohim këto arritjet e njerëzve dhe pagesat e jetës. Dhe ajo është një gjatë që është shumë e vështirë se ta ndalosh tani. Dhe kur e shohim një djalosh ose një vajzë që përfundon në universitetin në Tiranë ose në Prishtinë dhe puna e parë është të fillosh me 250-300 euro në muaj dhe ndoshta e njëjta punë, nëse ka fat që të largohet në Evropë dikun, është 1.500-2.000 euro, atëherë çka të them? Është shumë vështirë që ta mbash, bota ndryshon dhe por ne është që të mundohemi maksimum që të bëjmë, që të shtyjmë që sistemi jonë, që shoqëria jonë të bëjnë ndryshime pozitive, graduale, që të shihen në pozitivitet, që ndoshta me shpresë rinia jonë, të ardhmja jonë të shohin. Ndoshta edhe kthimi i disave nga gjenerata që kanë ardhur këtu fëmijë tonë, unë do doja që fëmijët të kthejmë në Shqipëri të punojnë të jetojnë atje. Do ishte gëzim i madh për mua, por realiteti është i ndryshëm dhe këtë duhet ta balancojmë. Patjetër realiteti është ndryshëm, por realitetin e bëjnë vetë personi. Që do të thotë mund tash mendimi im, se nuk bashkëbisedim është. Dua të them që nëse njerëzit mosha ime të paktën vendosin të kthehen mbrapsht për të nisur diçka në Shqipëri, besoj që edhe Shqipëria ka shumë potencial për njerëzit që vinë nga jashtë sesa njerëzit që janë brenda. Është vërtet. Sepse ne kemi pak më shumë resurse, kemi ngritur pothuajse një diçka, një biznes apo një diçka tonën që mund ta sjellim mbrapsht në Shqipëri. Dhe shpresa ime më e madhe kjo është që njerëzit të paktën sipërmarrësit po flas, që kanë diçka të ngritur në mundësitë ekonomike më zhvilluara, kanë mundësi ekonomike, të kthehen në Shqipëri dhe të japin ato mundësi për njerëzit që janë aty lokal. Dhe duke krijuar sa më shumë këto lloj oportunitetesh, besoj që do rritet edhe ekonomia, edhe vlera dhe të gjitha. S'ka dyshim dhe kjo është një mundësi e veçantë që na ofrohet, por duhet që njerëzit, sikurse jeti, sikurse gjenerata juaj, që ta marrin këtë përsipër. Në veçanti ata të cilët kanë krijuar një mundësi që mund të punësojnë, që mund të japin një shpresë, sepse eksperiencat që i marrim nga Amerika, nga perëndimi janë të veçanta dhe janë një pasuri edhe për Shqipërinë dhe për vendet edhe çmohen. Dhe duke patur parasysh gjitha këto, po të ndodh një kthim ndoshta fillimisht gradual dhe në numër jo aq të madh, do të fillojnë një ndikim i ndryshimit të asaj çka po shohim dhe kjo është një gjë që me shpresë të madhe. Edhe këto është ju gjeneratën e të bani dhe ju kërkoj ju uroj punë të marrë në këtë dhe në çfarë do mundësi do t'ju përkrajmë dhe ne gjenerata pak më të moshuar. Dua të flas pak për backgroundin tënd. Ti mbarove doctorate në Columbia University, përshëndet publik. Na thuaj pak pse e zgjodhe atë fushë. Po, shikoni, unë një ndër arsyet që jam larguar nga vendi im ka qenë fakti se nuk më pranuan në Fakultetin të Mjekësisë në Prishtinë në vitin 83. Ajo dokumentohet në libër, që ishte një kyçe, një rast i veçantë për largimin tim nga vendlindja. Po arsyeja pse? Unë doja të bëja mjek. Ai ishte arsyeja kryesore. Jo, po pse të refuzuan? Po shiko, janë disa arsye, por si kuptoj unë në atë kohë, si kuptoja unë në atë kohë dhe si kuptoj tani, ndoshta ka ndryshuar, por një gjë ishte kandidaturë, kishim 3.000 kandidat për 200 vende. Ishte një lami jashtëzakonisht e kërkuar dhe në atë kohë unë isha student shkëlqyer.
pa dyshim. Ishim vetëm 2 nga Malizi në Prishtinë. Okay. Ndoshta vetëm nga ai këndvështrim se jemi është dash të 2. Diskriminim po? Po, po s'na pranuar, njërin e kanë pranuar dhe në fakt e takova në Ulqin para pak muajve. Por çka ndodh është se në atë kohë ajo nepotizmi ka qenë tepër i vendosësh, do të thonë ka vendos fatin e njerëzve. Jo dhe fatis jo meriti, por ma tepër, nëse ke pas, unë për shembull, të kisha pas babën një oficer ushtarak ose një shef në partinë lokale, jam i bindur se do të ishte gjithë mënyra të regjistrojmë pavarësisht edhe nga notat as tepër. Por unë me gjitha nota 5 edhe studiuar në gjuhën slave në atë kohë, sepse shkolla mjekësisë ishte në Podgorica ku ndjekej ishte gjuha slave, domethënë ishte shkolla ime dhe unë isha përgatitur për atë dhe ishte ëndra ime që të vazhdoj në shkollën e fakultetit mjekësisë në Prishtinë, nuk më pranuan. Dhe aty ishte një dështim total. Shkova në ushtri, mora pasaportën dhe një ditë motra ime Binjake, e cila ka ndruar jetë para 3 viteve, më thot, Pashko, pas jam i dëshpëruar, pas nuk, pse s'po shkojmë në Amerikë? Dhe thotë se Amerika ka vend për ne mjaft. Dhe ashtu më tingulloj ajo po shkojmë në Amerikë, pse s'shkojmë në Amerikë për disa kohë, filluam ato proceset për dokumenta, na refuzuan në ambasadë, unë ku pas refuzime shumë në jetë. Dhe përfunduam në Meksik. Është interesante se kur erdhëm në Mexico City, kem ardhur me viza falsifikuar. Po. Ishin paguar atje. Ishin viza falsifikuar. Ishim 20 vjeçar, sa jepte kush viza për kur gjë. Erdhëm në Meksik dhe ne jetëm një ditë, një natë në një hotel Rosario dhe në të nesërmën në mëngjes diku u larguam për Tijuana, që është një qytet në afërsitë të kufirit me San Diego, dhe ne ndërsa ishim në fluturim, ishte një tërmek i mall në Mexico City dhe kanë vdek 3-4 mijë veta. Oh my god. Atë ditë është fakt. Dhe familja në atë kohë kishim telefona dhe nuk kishim kontakt dhe familjarët tonë ishin të bindur se dhe një ndata viktimat. Dhe por fati se kishim ikë një 12 orë përpara dhe dolëm në Tijuana, aty kem disa ditë, 2-3 ditë derisa gjetën ato lidhjet që ishin ato kajodis që kalojnë. Kajodis, po. Dhe një ditë na përfundojmë në një bagazh të një veture të mbyllur, unë me motrën dhe një shok tonin nga vendi ynë dhe nuk e di se dëgjuesit tuaj kanë qenë ndonjëherë të mbyllur në bagazh të veturës, por nuk është diçka që është pleasant. Eksperiencë më vete. Ja, është një eksperiencë më vete. Dhe aty në fakt filloi reflektimet sepse isha i tmerruar. Ai klaustrofobia është problematike. Sa orë ishin aty? Po aty ishte rreth 1 orë, por mua më zhduk sa është 100 vjet, është një kohë gjatë. 1 orë mbyllur në bagazh. Dhe ajo çka është problemi është se ato what if this happens, nëse çka ndodh këta, dhe nuk unë nga natyra jam njëri që edhe kur jam në avion do që unë ta drejtoj avionin. Mendoj si do shpëtosh. Po, ajo se mendoj gjithçka shkon për kokë, për shembull, një gjë e thjeshtë. Po nëse këtyre u përvet policia, se ishin ilegal natyrisht, dhe duhet të fshehin gjurmë. Çka bëjnë me ne? Ne ishim për ta kërkush. Edhe na hellnin dikun me gjithë veturën, me gjithë ne në bagazh mbyllën në një lice, edhe ajo më shkote për kokë. Por drita motra ime e pa shqetësim, dhe thotë, mendo gjërat e mira, gjërat bukura, veç pshili syt thotë, mendo gjërat bukura. Atëherë u ktheva në rininë e fëmijërinë e hershme. Dhe aty filloi në ditën e parë. What made you write this memoir, Dreaming from the Trunk of American Car? So It recounts all of your shared stories, probably many stories that many immigrants can relate to. Absolutely. And we are in a time of when immigration, the story of immigrations and immigrants is very prevalent in our media and elsewhere in politics. And the title of the book, Dreaming from the Trunk of an American Car, is essentially that beginning, because that's where my dreams begin. Yeah. I go back in time when I was a happy child, and what we did, 7, 8. You'll see stories that I bring into life, and essentially the main reason for the book was really to tell my kids who I am and where I come from. That was the essence, the beginning. But then as I started to put these stories together, on Peeled the Onion, if you will, things came out that I didn't know even existed. Just emotions bring stories back to life. And I wanted to do it in a way that
I give life to that old kula there, which is in my, that's where my grandfather was actually pulled from that house and executed in 1945 by the communists. And when we translated the book in Albanian, Nufri published it, we loved this title, Prosia e Kulës, sepse kula është gjithë shqiptare, është një diçka emblematike e shqiptarisë. Nuk është vetëm se kula për mund të jetë në shtëpi ndoshta edhe e vogël, në kasole, por është kula sepse aty e kem gjithçka. Dhe unë përmes kësaj kule, përmes kësaj Dreaming from the Trunk, duhet të tregoj gjeneratave që këtu në Amerikë kush janë, ku kanë origjinën, ku kanë trungun e vet. Se të dinë se në shumë studime që kam patur rast të lexoj në sociologji dhe këto, në shumë problematika rrjedhin nga fakti se në veçantë në Amerikë se njerëzit nuk e dinë origjinën e vet. Edhe dëshirojnë, they like to know what they are, who they belong. They like a sense of belonging. We belong to this group, that group. Na jem kështu, jem Irish, jem Britanez, jem Francez, jem. Edhe në pse jo, gjeneratat tona të cilët do t'jenë Amerikanë, s'ka dyshim, të dinë se janë shqiptar Amerikanë, e kanë rrënjën e trungun e kanë, sepse kjo dhe të kthejmë pak të ajo se çka mund të bëjnë. Ndoshta kjo ngacmon këta fëmijë tanë, gjeneratat që të vinë, që ta duan vendin e parashëve tyre, sepse aty ata për ta vendi lindjes është Amerika, sigurisht edhe për ne vendi ku kemi lindje. Po është mirë fëmijët ta dinë çfarë sakrifisa ka po prindit ose gjyshit kur kanë ardhur. Edhe ajo është më rëndësishme se gjeneratat e para në çdo gjë, gjeneratat e para gjithmonë e bajnë atë peshën e matran dhe sigurisht nëse ke pyet babin tënd ose gjyshin tënd kur kanë ardhur ose gjeneratat që kanë ardhur, të gjithë që kanë lexuar librin, si në gjuhën angleze, si në gjuhën shqipe, të gjithë e gjejnë vetin në ato story, e gjejnë vetin në ata se dikush nga familja e tyre o larguar dhe se si kanë pa ata largimin e tyre ose ata vetë janë larguar dhe si kanë pa. Dhe kjo është një balancim i asaj guilt trip, që ke lënë vendin dhe çka mund të bash ose të bësh për të ruajt legacy, atë trashëgimin e kaluar, edhe për ta kaluar për gjeneratat që të vinë. Se kjo është krejt thelbi i librit dhe për me stories që gërshetoj fillimisht nga fëminia hershme një ditë në shkollë, për shembull, që është për gjenerata këtu në Amerikë do të jetë duket shumë interesante kur kanë lexuar fëmia mi, më thon, "O bav, nëse s'kem njoh." Se më shohin në dritë të ndryshme. Në jetë krejt foreign, dhe më thënë e pa njohur për këtu, dhe më thënë një gjë që kur i sheh ato tregime, kur i lexon ato tregime, e ke sikurse një flight me drone mbi një botë që nuk ekziston më. Dhe kjo është bukuria e librit. Si flasim pak për e përmenda një çik që ti je zëvendës president në Department of Health, ku ka 60.000 punëtorë, që është një punë shumë e madhe, edhe një sipërmarrje shumë e madhe. Na thuaj pak për edhe për eksperiencën e punës këtu. Po, shiko, unë fillimisht kam marrë në punë në MTA në vitin 98 si në nivelin më të ulët, System Safety Specialist Level 1. Sapo kisha përfunduar për master dhe isha në internship në atë kohë në verë dhe një ndër shefat në atë kohë ishte edhe një profesorimi në atë kohë, një Dr. Charles Burris, dhe më mundsoi internship aty me 99 dhe më ndaluan në punë. Dhe aty kam mbet deri tani, jam afruar tash edhe pensionit. Por natyrisht për ndërkohë kanë ndodhur ngritje në nivel të punës, mësimit punës, eksperjenca, por edhe ngritje në nivelin akademik. Ndërkohë jam regjistruar në Universitetin Columbia, kur isha në punë, pra në punë në MTA, ata dhe ma kompensuan shpenzimet gjatë studimeve, shumicën e kompensimeve, shpenzimeve, dhe ne në atë kohë unë u regjistrova në Fakultetin e Shëndetit Publik në Columbia University dhe ne disësit se shumë në historinë time në jetëm ka kompletim rrethësh. Dhe unë kthehej mrapa me Universitetin Columbia në Kosovë.
dhe bëjmë një analizë jashtëzakonisht të vlerësueshme nga akademia në Lamin e Shëndetit Publik, ku shikojmë efektin e plumbit në Trepç, në Mitrovic, plumbi ajror, ndotja e ambientit me plumb. Kemi bërë disa publikime shkencore, dhe janë në Lamin të respektuar në xhurnale të respektuara në këtë lami, dhe është një farë përsëri kthim i mrapa, dhe jo se kom pas në një bad feeling për se s'me kanë pranuar se sa kanë faj kurkuj, por ajo një farë give back, një kontribut mrapa në vendlini, sepse edhe në punimin tim shkencor ku pas dëshirë që të baj diçka në atleun tim. Atleu është gjithë Shqipëria, natyrisht. Me gjithë se vinë nga mali i zi, Morizin, Shqipëria, toka shqiptare, troj shqiptare. Në Kosovën me veçantin e kem patër më afër në shqiptarët e malit zi, sepse ajo ishte dritarja për ne në Shqipë. Se kufiri me Shqipërinë ishte blokuar ne, Shqipërinë ku pas vetëm 10 kilometra larg nga shtëpia kufirin shqiptare, bile më pak, 7-8 kilometra. Por ishte hermetikisht e mbyllur për ne, dhe ishte një gjë që nuk nihshim kurrë, sepse ishte krejt e blokuar, izoluar nga Shqipëria dhe nga Jugosllavia atë kohë. Por Kosova ishte vetmja dritare për ne, dhe aty filluam me ato, i kishim shpresat. Dhe kthimi mrapa për dhe këto të gjitha, domethënë fitimi i titullit shkencor, doktor shkencash më kam ndihmuar dhe në punën time, në ngritje të nivele të ndryshme. Sot jam në ndër udhëheqësit në Departamentin e Shëndetit dhe Sigurisë për MTA, është një agjenci që merret me transportin publik të New Yorkut, me urat, tunelet, me trenat, në toksorët, me autobusat. Këto e lëvizin New Yorkun. E di se shumë nga dëgjuesit tuaj ndoshta nuk kanë simpati MTA, por është pa MTA, sado që është lëvizje New Yorkut, dhe ajo e bën të mundshme që New Yorku mos bllokohet. Dhe këto janë. Duhet ndalem pak tek se ti e përmbron në shëndetin publik, apo jo? Po. Si ka qenë koha e Covidit? Besoj ka qenë një kohë shumë e vështirë për ju të paktën që punonin atë. Po, shiko tash kjo rritjet e mia akademike e shkencore pikrisht kanë dritur në këtë kohë. Pandemia ka qenë një kohë jashtëzakonisht e tmerrshme për gjithë ne, por në aspektin profesional dhe personal për mua ka qenë diçka e mrekullueshme, sepse më ka mundësuar, në MTA nuk kemi patër shumë epidemiolog, jam keni vetmi, dhe në fakt kam qenë vetmi epidemiolog në MTA. Kem mjek, kem dirës që merren me, por jo asnjë epidemiolog. Dhe çfarë është epidemiolog? Po ta shpjegoj një herë për njerëzit që se dinë. Që tash kryesisht për ta bërë të thjesht, mjekët i shërojnë sëmundjet, ndërsa epidemiologët i parandalojnë. Okay. Ne me epidemiologji studiojmë, i analizojmë sëmundjet, orizinat, pse, qasjet, dhe mundohemi që të bëjmë mitigation para se të ndodhë. Se ke hinë në këtë degën? Pyetje shumë me vend, sepse kur regjistrohen në fakultet, natyrisht dëshira ishte të shkoj në mjekësi, por vetëm isha i martuar dhe kisha 3 fëmijë. Kom filluar në fakultet në moshën 28 vjeçar, gati 29. Jo në një kohë tepër të përshtatshme dhe isha i vetmi që punoisha në atë kohë, se kishim 3 fëmijë. Por kur fillova në universitet, doja diçka që të jetë ase mjekësinë e kisha larguar nga, se e di se ishte pa më shumë kërkesa. Nuk ishte vështirësia akademike, por ishte vështirësia largimi, sepse duhet të krejt shkëputesh nga jeta tjetër që unë nuk mund ta bëjsha. Dhe unë mora këtë sepse me ofronte 2 gjëra, mundësinë të shkoj në shkollë sipas kohës sime, që ishte kryesisht në mramje dhe vikendeve, spakut gjatë bachelor e master, dhe ishte në lami që ishte afër, ishte vlla ose motër me mjekësinë, dhe ishin bashkë shkencat, kryesisht e kanë bazë të njëjta shkenca, biologjia, kimia, gjitha këto që janë e përmbajnë bazamentin shkencor. Dhe kur fillova për doktor shkencash, ishte një lami, një program që ishte në Kolumbia, që ishte i veçantë për doktor shkencash në shëndetin publik, që e merr parasysh përgatitjen edhe shkencore edhe mjekësore, të gjitha i gërsheton së bashku, dhe kem pëlqej sepse je mjek, por nuk je mjek. Dhe kjo në një farë mënyre ishte diçka që përsëri kthehem te ajo,
që shumë njerëz nuk e vlerësojnë, por parandalimi i sëmundjeve, qasjet se si ndodhin sëmundjet, është po kthejmë pak edhe te Covidi, është me rëndësi, po akoma aq me rëndësi sa dhe shërimi i sëmundjeve, sepse është ndoshta më mirë është një mitigim ose mitigation, parandalim se sa, po. Dhe këtu kthy pak tek pyetja për Covidin, kjo ka qenë pra një kohë e veçantë, ne në MTA për 3 muajt e parë kem humb rreth 300 punëtorësh nga Covidi. Oh, wow. Sepse ne, si shumë gjëra tjera, kem patur edhe një problem tjetër se nuk ke kishim atë luxury për me mbyll sistemin. Duhej me mbajt. Dhe sistemi, siç është sistemi i tranzitit, i trenave, autobusave, ka ke kontakt me publik, për përgjithësi, e patëm shumë vështirë ta bllokojmë dhe ishte edhe ajo mos të hapim të merr. Për shembull, unë e di një debat që kam qenë unë pikërisht edhe isha i argumentit që duhet të bëhen diçka sa i përket maskave, se në fillim ishte problemi, megjithëse u pa se maskat nuk e kishin atë efektin që të duhur, ishin dhe probleme tjera. Por ishte arsye pse e prum ne në MTA që mos përdorim maska fillimisht ato 2-3 javë e para, nuk ju kujtohet, po bani dilemë e madhe nëse punëtorët e MTAs duhet të bajnë maskat në për trena, në për autobusa dhe e vendosëm për mos të hapim të merr për publikun, sepse nëse ne i bajmë maskat, punëtorët tanë kanë me thënë publiku për çka frigon këta, çka është friga, çka dhe kjo është një gjë që nuk ka bazë shkencore, por është ajo mënyra se si perceptohen gjërat dhe shpeshherë politikat bëhen në mënyrë të perceptit, jo në mënyrë të shkencës. Dhe kjo ka qenë një problematik. Pandemia ka qenë një gjë që shumë gjëra i kem mësuar as real time, gjatë experiences kem mësuar, sepse kem di shumë gjëra nuk i kem ditur. Sipas opinionit tënd, si u menaxhua Covidi, domethënë nga ana jote? Pak në para Amerikën flasim, në botën. Unë në fakt për gjatë Covidit kam qenë rregullar në këto media shqiptare, si këtu në Amerikë, ashtu edhe në Kosovë, Shqipëri, dhe jam munduar që nga dita e parë, përveç të mbetem real edhe të tregoj ato çka shoh sa i përket statistikave dhe drejtimeve që shohim, jam munduar të jap një shikim pozitiv çdo herë. Diçka e mirë, një farë vlerësimi që diçka e mirë do të ndodhë, por duhet të jemi të... Unë, nga fillimi natyrisht politikat në Amerikë kanë qenë shumë kontraverze, maska, jo maska, mbyllja, jo mbyllja. Disa gjëra, dhe unë kam biseduar dhe gjatë Covidit, kam qenë jashtëzakonisht i zhgënjur sa i përket mënyrës se si është bë blokadat e ndryshme që ishin. Natyrisht se fillimisht është dashur që të ajo bend the curve, që mos infektohet të gjithë Amerika në njëjtën javë, sepse bëhet vërshimi i sistemeve. Por ishte e pamundur që me një maskë e cila përdorej krejt jo personalisht, përdorej në ambiente të papastra, evente në diko. Ajo thithë më shumë bakterje. Dhe shikoni, kur flasim për, kur e kem konstatuar se kontaminimi bëhet përmes ajrit dhe piklave të vogla, maskat që i përdorim ne nuk kanë filteri i tyre ashtu aq i gjatë se virusi kalon, se pikla kalon sikurse vetura jote në dyrë të garazhës. Do të thënë aq e hapur është. Dhe çka është për shembull një absurd. Hapim restoranet dhe shkonim në restorane dhe kur ishe pas tryezës duke drekuar ose to hunger, ishim natyrisht maska, bisedoshim me njëri tjetër. Po në moment që duhesh televizesh nga tryeza, nga tavolina, tek banja, për shembull la durt, duhej me mos sepse të bërtitni. Do të thonë ishte një absurd sepse virusi nuk thot tash po ndaloj s'po infektoj se është pras tryezës. Dhe këto ishin disa absurditete që të cilat kem mësuar edhe ne, por pak edhe reagimi. Në restorante vinë ato xhamat që ndanin domethënë tavolinat shumë absurde. Sepse ajri nuk ai vetëm shkon në një drejtim. Tani e kuptoj, po flasim post pandemisë. Si është shefti nga ana jote, nga eksperjenca që kalove, mund të ndodhi prapë një gjë e tillë, do merren masa pothuajse ndryshe sa që morën në fillim? Po, besoj që pandemia dhe këtë sqaroj edhe në sqarimet të mia, pasi kam disa lançe në universitete këtu në Amerikë dhe me studentë thonë se kjo periudhë e pandemisë
përveç që natyrisht ka qenë e tmerrshme, kanë vdekur shumë njerëz, ka pas një gjurmë shumë të llimshme në botë. Është një mundësi e re në shkencë që të mësohet. Në çdo gjë që kemi mësuar, kryesisht çdo gjë që kemi mësuar në shkencë është bën duke u bazuar në diçka që ka ndodhur dikujt, një rrezik. Për shembull, më shumë dim për radiacionin, për X-rays, për këto duke u bazuar në bombat e Hiroshimës dhe Nagasakis, kur tjetër, domethënë këto gjëra. Dhe ne në shkencë edhe këtë pandeminë besoj që shkenca dhe politikat që bajnë politikat shoqërore kanë mësuar se si duhet të bëhet një qasje më reale e pandemisë. Unë nuk them se jemi të përgatitur për çdo eventualitet, por jemi shumë më të vetëdijshëm se si do të merren masat për një eventualitet të ri, që nuk është e pa mundur, bota ndryshon, shumë gjëra ndodhin, bota është globalizimi, e ka atë efektin e vet, nuk është diçka e papritme që të ndodhë përsëri një pandemi e tillë, por besoj pandemia COVID-19 ka qenë një leksion i pashmangshëm dhe për i cilit kemi mësuar shumë. E kuptoj. Dr. Pashko, ti edhe gjithashtu sekretari i Vatrës, që është një nga shoqatat më të vjetra, po ta quaj, e Shqipërisë. E mund të themi Shqipërisë, sepse është krijuar para shtetit shqiptar. Absolutisht, është më para. Biles po themi që Vatra ka më shumë histori se sa vetë shteti shqiptar. Absolutisht. Na fol pak për si në rrugtimin që vendoset të jeni pjesë e Vatrës. Shikoni, Vatra për gjithë shqiptarët është një gjë shejt. Pasuri kombëtare, është një institucion. Pavarësisht se ndërkohë bëhen gjëra të cilat ndryshojnë nga fillimi, por kur e shikojnë fillimin dhe krijimin e Federatës Vatrës, është 6 muaj më vjetër se vetë Shqipëria. Dhe impakti që ka patur në krijimin e shtetit shqiptar, unë besoj që pa Vatrën nuk do të kishim as Shqipëri. Impakti i saj jo vetëm gjatë kohës së formimit të Shqipërisë, po në vazhdimsitë të shtetit shqiptar, në ato ditët e para kur ishte atë jemi a mos të jemi, e ka luajtur një rol të rëndësishëm. Ndër vite, ndër dekada ajo ka kaluar në për realitetet e ndryshme, sepse edhe politika ndryshojnë, edhe problemet ndryshojnë. Vatra ka qenë mjaft aktive, shumë aktive dhe gjatë periudhës së luftës në Kosovë dhe aty kemi luajtur. Por ne si Vatër jem 113 vjeçare si federat, mundohemi dhe angazhohemi që të jemi urlillse mes tokave shqiptare, mes shqiptarisë në përgjithësi, jo vetëm Shqipërisë londineze aty në kufi, por gjithë shqiptarëve dhe Amerikës, domethënë të jemi një zë i fuqishëm për të ruajtur këto lidhje, këtë miqësi që është esenciale për ekzistencën tonë si komë në atë vend, sepse fëmijët tanë nuk janë fort dashamirës tonë. Dhe megjithëse duhet të ekzistojmë me ta, por Vatra ka luajtur rol të rëndësishëm në këtë sensibilizimin e problemit shqiptar në trullin tonë. Në vazhdimsi ne do mundohemi që përmes ringjalljes, prurjes në Vatër të gjeneratave që lindin këtu, njerëz të cilët janë të integruar në botën amerikane, që ta duan shqiptarinë, jo Shqipërinë, shqiptarinë, zotruan shqiptar përmes Vatrës dhe të japin kontribut prap duke i lidhur me atë trashëgimin tonë kombëtare, sepse është një institucion që me të vërtetë ja vlen. Pavarësisht se çka dikush mund të mendojnë për Vatrën, Vatra është një pasuri kombëtare dhe duhet që në vend se të gjejmë gjëra të cilat ndoshta dikujt si pëlqejnë, duhet të gjejmë gjëra që na bashkojnë, sepse Vatra nuk është një shoqat, është një federat dhe ajo flet për gjithë kombin shqiptar. Nëse dikujt ka në raste që nuk i duket se punojnë mjaft, që mund të ndodhë, të të afrohen, të vinë në Vatrë, të vinë sepse aty mund të bëjmë së bashku shumë ma shumë. Unë do të kritikoj pak të këtë pjesë. Sigurisht. Nga që kam qenë aktivist në kohët e mia. Jeri, vazhdo të jesh personal. Edhe kam pasur shumë dëshirë që Vatra të kishte një rol më të më të fuqishëm se çka bërë. Domethënë ka rënë pak po ta them në thonjza në gjumë, duke mos patur një prurje të rinis në federat. Kjo e ka mbajtur pak mbrapa, po ta them unë, edhe nga ana e teknologjisë, edhe nga ana për të sjellë një ringjallje në komunitetin shqiptar. Shumica e din që Vatra ekziston, por nuk e din se çfarë Vatra konkretisht bën. Me vërtet. Që kjo për mendimin tim duhet ishte bërë më mirë.
Sepse kur siç e the edhe ti që Vatra ka një histori, është një pasuri e kombit shqiptar. Vatra do të ishte në krye të gjithëve. Absolutisht. Po çfarë ka ndodhur tash i Vatra, po thuajse më duket mua, kjo është opinioni sigurisht. Që ka marrë një vend mbrapa dhe vetëm vrije vëzhgon edhe kush ka ato objektivat e veta, domethënë ka lidhje me Vatrën dhe bën, domethënë që duhet kishte një rol më të fortë. Edhe në lidhje me të paktën kjo ka lënë edhe vend për të krijuar qindra shoqata tash që marrin rolin e Vatrës, po ta quajmë tonë. Problemi është këto organizimi i qindra shoqatave është edhe bazuar në ata se cili don të jetë udhëheqës i fshatit të vet. Po, ata kemi në gen. Nuk është faji i Vatrës për atë, por çatuni është krejt reale, domethënë nuk është një perceptim jo i mirë, sepse shumë më thonë në gjë këto thënie edhe nga tjerët, dhe unë mendoj që megjithëse ne si Vatër kemi bërë shumë në këto vite, spaku në këto 4-5 vite të fundit që ky grup që jemi edhe pjesë e saj, për sensibilizimin, kemi bërë rrugtime tek Kongresi Amerikan, tek politikanët amerikanë, mundohemi që gjithë të jemi avangard në çështjen kombëtare. Por a mund të bëjmë më shumë në sensibilizimin dhe afrimin e potencialeve të reja, aty pak kemi çaluar dhe por besoj se me një program që do të shpalosim së shpejti, besoj që do të mundsojmë edhe gjeneratat që janë lindur këto dhe ata ose që kanë ardhur të ri, që të shohin Vatrën në një kanë tjetër. Na fatkeqësisht kemi pas edhe një gjë tjetër që noll në këto organizata siç është Vatra, shumë njerëz të cilët japin mas paku, bëjnë zhurmë mas tepërmi. Dhe ne kanë bërë edhe një po thuaj një propagandë e cila ka qenë një dëm publik që ka qenë i matshëm, i dukshëm. Unë her pas here kur shkoj në vendlindje kam pas çka po ndodh me Vatrën, sepse përmes rrjeteve sociale, mediave që i japin akses edhe atyre pa më shikuar të vërtetën. Për shembull del dikush edhe një akuzë bombastike edhe për hapet gjithanej. Është shumë vështirë atë ta kthesh mbrapa atë mesazh. Dhe kjo ka bën një dëm, por ne megjithatë kur e shikoj punë që ka bërë Vatra në këto 10 vitet e fundit, prapë unë nuk e krahasoj këtë Vatrën me Vatrën e Nolit e Konicës, sepse ata ishin në një kohë tjetër. Edhe ishte edhe në realitet i ndryshëm. Por ne në këtë kohë, unë kam shikuar, kam ardhur në vitet 85 në New York, 86, dhe njihja Vatrën, e njihja nga larg, kështu si një organizat, por ishte përbërë nga 20 veta. Gjithë organizata aty ishte një grupacion i vogël, mundohen mbajshin diellin një herë në 3-4 muaj. Ishte si sa vetë ranë gjumë. Dhe në këto në 100 vjetorën, që nga viti 2012, domethënë në 100 vjetorën e Vatrës kanë bërë një ringjallje të Vatrës dhe besoj që arritjet tona, megjithëse kanë lënë disa gjëra ndoshta për të dëshiruar, jam i bindur se në këto spaku 40 vitet e fundit s'ka pas ma aktivitete pozitive në Vatrë se këto 4-5 vitet e fundit. Janë të dukshme, ne kemi patur rrugtime, nuk ka javë që kalon që nuk kemi dikan në Vatrë në vizit, promovime të vlerave kombëtare, kontakte me qeveritë tonë, me udhëheqësit tonë politikë, se ne nuk kemi parti politike dhe këtu ne duhet të jemi të qartë, sepse shpesh herë politikat e atihes vjen e ban problem i unik këtu. Ne nuk kemi në kanonoren tonë, në ligjor, në programin tonë kemi të qartë se nuk kemi parti politike, jemi mbi parti politike, fluturojmë mbi politikat e ditës, por kryesisht merrem me çështje kombëtare. Dhe një gjë që është dukshme ndoshta nga ata që vinë nga Shqipëria e kanë pak sepse u duket se ne këto vitet e fundit piknisje kemi pas çështjen e Kosovës. Edhe me rëndësi kryesisht për probleme sepse në Kosovë, e dini edhe vet, çështja e Kosovës shpeshherë në këto vitet e fundit është bu në pyetje, të jemi as mos të jemi. Në këto ndryshimet e mëdha që ndodhin shumë në këto potenciale që vinë nga fshinta, veçanërisht nga serbo-rusët, dhe energjia jonë ka qenë kryesisht e përqendruar këtu, por ne duhet të hapim përfaqësimin në gjithë trurin shqiptar, kemi, domethënë ne duhet të fillojmë
të jem një platformë ku mund të mundsojmë njerëzve të ri që janë në Amerikë, potencialet e veçanta që ta shohin vatrën me një dashuri të veçantë, duke ditë historinë. Dhe mundësinë që ta bëjmë vatrën me të vërtet ajo ombrella e shoqatave, se organizatave shqiptare, që ne të flasim së bashku, prapë them se këtu kemi shumë për të bërë, por besoj që me një shpalosje të një programi në një ardhme të shpejt do të jem një lëvizje pozitive ku dhe ju do të na shoqëroni. Shiko, tash të shmangësh politikën është shumë vështirë, sepse është pjesë e jetës tonë, edhe nuk e di pse është tabu, të paktën në realitetin tonë shqiptar është që politika nuk do të jetë tabu. Besoj se çdo njeri përfaqëson veten e vet, kur flasin në emër të vetës, jo të politikës. Besoj që vatra ka luajtur pak rol, po ta quaj në thonjza kundra komunizmit, që ka qenë betejë e parë e vatrës, apo jo. Dhe pastaj ishte Kosova që vazhdoi atë luftën për ekzistencën. Tani, cila është lufta e vatrës? Dhe kjo është një pyetje domethënëse. Edhe a duhet marrë vatra një rol, po ta quaj në thonjza lobbying, për çështjen shqiptare. S'është nevoja të jetë për politike, po ta marr për çështjen dhe kauzën shqiptare që është shqiptaria. Ne nuk jemi organizatë regjistruar lobby group. Ajo është qartë, por si të them, avokimi, mos ta përdori fjalën lobbying, se kjo do të jetë në problem. Avokatin, jem avokat, vazhdojmë të jem i çështjes shqiptare. Kjo është me rëndësi. Dhe ne me potencialin që ka mundësi vatra të gre, se është magnet për njerëz të cilët janë të integruar në jetën amerikane që mund të kontribuojnë edhe ne dhe në botën amerikane dhe në botën shqiptare. Pra, politika nuk do të jetë tabu, por nuk guxojmë ne të bëhemi një grup partijak i një politikë, ose një politikë. Ajo është, aty kem patur ne pak, jo duhet ta përkrahim këtë, sepse ne në kohën kur ishte monizmi në Shqipëri, ishte shumë e lehtë të jemi antikomunist. Sepse s'kishe tjetër. Tani jemi në proces në një demokraci e cila ndoshta nuk është e perfeksionuar, ndoshta nuk ka arrit atë kulmin e demokracisë si e shohim në që duhet të ndodhë, dhe këto marrin pak kohë, por ne nuk kemi dëshira jo nëse vizioni ynë është që mos të jem një vegël e një partie politike, që cila vjen tek vatra thot shpalos programet tyre përmes vatra nuk është ata. Vatra duhet të jetë qartë që politika jon është mbarkombëtare, interesi shqiptar, lobimi ose avokimi i të mirës kombëtare. Ndërlidhjet çka është e rëndësishme, lidhja shqiptar-amerikane. Do të thënë lidhja krejt natyrore, që na lidh me shekuj. Dakor, nisin. Edhe aty ne kemi një fushë që mund të punojmë, sepse ndodhin zgjedhje her pas here në Amerikë. Dhe ne si shqiptar kemi mjaft miq në Kongresin, në Senatin, por të ndryshohen. Dhe për të mbajt ato lidhje duhet të bëjmë lobim, por sa që avokim. Dhe ne këtu vazhdojmë ato kontakte direkte në mënyrë të ndryshme dhe aty do të punojmë mas tepërmi, përveç tjerash ruajtjes së kulturës, vlerave tona kombëtare që janë paramount. Nëse unë shoh një pikpamje tjetër që vatra për mendimin tim duhet të marrë një rol umbrella që dhe ti për që përfaqësoj komunitetin shqiptar amerikan. Vërtet. Në qoftë se merr këtë rol, atëherë ka për detyrë që të takohet me qeveritarët shqiptar. Absolutisht, jam dakord. Jam dakord 100%. Tu besoj ka pas një ndryshim ose një përplasje. Ne përplasjet sa i përket konkretisht e di se është pyetja pse nuk e kem për shembull në vatër patëm përfaqësues që janë të partisë të qeverisë shqiptare, në kryetarën e parlamentit, nuk e kem patur për shembull kryeministrin, por unë besoj që vatra në kohën e vet duhet të jetë derë hapur për të gjithë subjektin shqiptar, politikën shqiptare, edhe nëse nesër për shembull na vjen një kryeminist që ndoshta nuk jemi dakord me politikat ose me qasjet, ne do ta bjem në vatër, ta mirëpresim me respektin më të madh, por edhe me kritikat dhe me ato të cilat ne i shohim si një brëngur. Për shembull, ne nuk kemi nevojë për kryeministin shqiptar,
si vatra, nuk kemi nevojë as për jam këtu të integruar, por nëse ne me një bisedë të hapur me të dhe ja sqarojmë ato mendimet tona, çka mund të bëjmë, konkluzionet që ai ndoshta i merr nga ne, ndoshta janë pozitive për politikat shqiptare. Dhe këtu është besoj roli që ne mund ta luajmë dhe do ta luajmë. Pikërisht, duhet të keni një dialog të hapur, mendoj unë, që të paktën të jeni një zë i shqiptarëve të Amerikës, edhe siç thënë ti, nëse ne kemi kritika ndaj qeverisë, po. Vatra është në pozicioni më të mirë që ta ushtrojë këto kritika, Absolutisht. që edhe njerëzit i dëgjojnë, sepse zëri i Vatrës ka më shumë peshë se sa një shoqate tjetër që nuk ka historikun që ka Vatra, e kupton? Dialogu është esencial, Po. dhe dialogu në tryez është i rëndësishëm, dhe në atë kohë ne duhet të shprehim kënaqësitë, por edhe pa kënaqësitë tona. I want to talk a little bit more about your books that you've written. Sure. The original book was Dreaming from the Trunk of an American Car. This book was then translated in Albanian. Correct. Porosia e Kulës. Po. Please just tell us again what inspired you to really write this book both in English and in Albanian. And Well, I'll tell you the story first. Obviously, I think I stated it before, but in English, I wanted it to be something, a memoir or a diary, if you will, of who I am to my kids. Yeah. And then it evolved from there and became a real book that I think it's a pretty good book from what I'm told. So I never really intended initially to translate it to Albanian because I didn't think there would be much interest. But then in my discussions I was in Albania several months ago, in 2024 in summer, and I had a chance to meet one of the great Albanian writers, Besnik Mustafa, at one of the events in Tirana, and I was telling him that I'm finishing a book in English. He said, well, why don't you translate it? I said, I don't know. Albania is very hard to write, as you can imagine. Yeah. And also, I grew up in this. I came at 20 years old, but Albanian is obviously my main language. But I think in English. I conceptualize things in English. So I put my brother I gave him the task to translate it. He's an professor of Albanian language in Montenegro. He's also a vice chair of the Parliament of Montenegro, Nikol Samaj. So with his help, we translated, and he e ka shqipruar. I sent the manuscript to Besnik Mustafa, and he said, well, look, he told actually to my brother, I'm going to read it. I'm not promising that I'm going to give you a glowing review, but I'm going to read it. I owe you that much because I told you to translate. He translated, and I remember a message from Nicola relating a message from him to me, just 2 sentences. I am po kënaqem me Pashkun. Po kënaqem duke lexuar. That was like first sign that he is liking it. Yeah. And then he basically said this absolutely has to be published in Albanian because it is a universal story of immigration, but especially of us Albanians. So he sent the manuscript to Onufri Bujar Hudri, who's the owner of the Onufri publishing house. And a few weeks later, they called me and said, hey, you need to come to Tirana. This book is absolutely a must. So I went. The deal is that they translated, and we did have a number of book promotions in Tirana and Pristina and Vlora and Ulcin, Tuz, Shkodra, all how over. have they been receiving your Exceptionally well. Yeah, exceptionally because well. if you think about it, there's either they themselves have been through the immigrant life, maybe in Germany, America, all over Europe. But also they get to see a glimpse. Yes, like some people who desire to go out, but not really understanding the hardships. All they see is the success. They don't realize the hardships. And I've read books that deal with this achieving American dream and a road to America, and it's in glowing terms, and which is great. American dream is alive and to be celebrated. But I think what needs to happen is also we need a reality check to show that there is a story behind those. It's not everything just glowing. Everything you deal with these issues, and I think immigrants, especially us, the first generation who came here started from nothing. It's important to tell a story that not only glorifies achievements, and which is a good thing, but I think you need to tell the real stories and give life to those that deserve it. One of the main reasons why we even opened up this
talk show is to highlight these stories Absolutely. and document them, because once these generations, kind of goes to second generation, third generation, people forget the hardships, and then that's when the culture gets lost. So this is more of a cultural and its intention is specifically for that, to leave a legacy, to leave a footprint. So our next 2-3 generations from now, somebody's going to read that book, say, oh my God, this is how my grandfather came to the U.S. So this is a story of my grandfather or my grandmother, because it's it's universal. It's I'm the guy who wrote the book, but that story could have been written by any one of our immigrants who left our country, and it could be Albanian or otherwise, but it's a universal story that needs to be told. I think you should do a second book called The American Nightmare. And then talk about the lifestyle here that you have to face. Well, it's but no, but this is great. So question for you is, do you plan on writing any more books, or is it something that is just a one-time deal? I will. Can we keep it a secret here? Don't tell anyone else. Just us and all our viewers. I'm actually in the midst of my second book. Oh, wow. Which is The American Nightmare? No. Actually, it's an interesting story, because in it, everything ties to us leaving. Okay. So I'm trying to. Here's my one part of the book is a true story, or based on a true story that is told to me, of an Albanian leaving from Albania, running away from communism to preserve his life, and arriving to New York. But then there is a friend who unfortunately gets caught and remains in Albania during the darkest days of communism. Okay. And that duality of the one actually coming and being able to achieve freedom, and the other ending up in gulags of Albania. And it's a contrast story. It's a big contrast, and I think it needs to be told, and I think that's what I'm working on. Okay. And where can we? But please keep that a secret. No, it's a secret. Don't tell anyone. What's the title of the book? I don't know that. That where comes can later. our viewers find your books? Yeah, so both the English version and the Albanian so version. both here in U.S. I'm going to give you the website, which you can. Put, so you can go on my website and through Amazon, through books. PashkoTsamaj.com. PashkoArtSamaj.com. PashkoArtSamaj.com. Yeah, so that's where they could find the book. Both, they could go to Barnes and Noble and nice. Amazon to get the American version, English version. The Albanian version is through a website. Okay. It's a way of getting to our readers. We can't have a centralized store somewhere that people will go, because it's no, so online spread. is the best. Yeah. But online, one click, as with everything else, 2-3 days later, you have the book at home. And that's the way of, we're going to do that going forward. But I think book is coming up, and no title yet. Do we have a timeline of when? I'm thinking, I'm sort of halfway through my first manuscript. I think by end of summer, I should have something nice, at least the manuscript. And we hope to have you back onto the show. I will be gladly coming back. Pashko, I ask this guest question all the time. What do you want your legacy to be? Oh, that's a loaded question. I think if you go through my interview, you'll see that what my intention is, and the legacy is that it's someone who, as a first generation, left his home, but never left. Half of the heart is still in his homeland. And what's important, leaving a legacy for those that come after us to know where they come from, that they have a little Malsi or Tropoja or Tirana in their heart, that they know where they come from, so they could always look back with admiration, whether they are Americans or that they're Albanians, and good Albanian Americans. Thank you so much for coming and sharing your story with us. We've learned a lot about you, and I definitely will be purchasing both of your books. And I'm going to attempt to read the one in Albanian. Well, that would be a little bit hard for you. I gotta get better. But I know the English. I'll tell you one thing: just when you start reading the English version, I promise you will not stop until you finish. Okay. Looking forward to it. Thank you so much for coming. Thank you for being here. It was a real pleasure. Thank you so much. Thank you.